Fundi i botës dhe ajo që mbetet pas kiametit. Çdo fillim ka një fund, dhe sipas Islamit, ky univers madhështor, me galaktika, yje dhe jetë, nuk është i përjetshëm. Ai ka një afat, një çast të caktuar, të njohur vetëm nga Allahu. Dita e kiametit. Kurani e përshkruan këtë ditë si një realitet të pashmangshëm, një ditë që do të vijë papritur, ndërsa njerëzit do të jenë në jetën e tyre të përditshme. Në qendër të kësaj ngjarje qëndron suri, një bori hynore, të cilën do ta fryjë meleku Israfil sipas urdhrit të Allahut. Fryrja e parë e surit, shkatërrimi total. Kur suri të fryhet për herë të parë, gjithçka që është gjallë do të tronditet. Kurani thot se malet do të shndërrohen në pluhur, detet do të vëllojnë, qielli do të qahet dhe yjet do të bien. Në këtë fryrje të parë, çdo qenie e gjallë do të vdes, përveç atyre që Allahu dëshiron. Nuk do të ketë dallim mes mbretit dhe të varfrit, mes të fortit dhe të dobtit. Toka do të dridhet me një dridhje të paparë më parë. Njerëzit do të dalin nga shtëpitë e tyre të hutuar, por nuk do të kenë ku t'ikin. Kjo është vdekja e madhe, fundi i botës siç e njohim. Çfarë mbetet pas kësaj fryrje? Pas shkatërimit total, bota mbetet e zbrazët. Nuk ka jetë, nuk ka zë, nuk ka kohë siç e njohim. Sipas haditheve, mbetet vetëm Allahu, i vetmi, i përjetshmi. Ai do të thotë: kujt i përket sot sundimi, dhe do t'i përgjigjet vetë Allahut, të vetmit, nga vlimtarit. Toka nuk është më ajo që ishte. Ajo do të shndërrohet në një tokë tjetër, të sheshtë, pa male, pa shenja. Fryrja e dytë e surit, ringjallja. Pas një periudhe që vetëm Allahu e di, suri do të fryhet për herë të dytë. Dhe atëherë ndodh mrekullia më e madhe, ringjallja. Njerëzit do të dalin nga varret e tyre, ashtu siç u krijuan herën e parë. Shpirti do të kthehet në trup, syt do të hapen, dhe njeriu do të kuptojë se jeta e kësaj bote ishte vetëm një provë. Të gjithë do të mblidhen në ditën e gjykimit. Asgjë nuk do të fshihet. Çdo fjalë, çdo vepër, çdo qëllim do të dalë në shesh. Pas kiametit, çfarë mbetet? Pas kiametit, nuk ka më këtë botë materiale. Nuk ka pasuri, pushtet, as kohë për pendim. Ka vetëm dy përfundime: Xheneti, shpërblimi për besimin dhe veprat e mira, dhe Xhehenemi, ndëshkimi për mohimin dhe padrejtësinë. Islami na mëson se fundi i botës nuk është fundi i ekzistencës, por fillimi i përjetësisë, dhe çdo shpirt do të shohë se çfarë ka përgatitur për atë ditë.